Mirë mbrëma dhe mirë se ardhët në Nerv. Sonte do të diskutojmë për politikën e jashtme të Kosovës dhe mysafira jam është kryediplomatja e Republikës së Kosovës, zonja Donika Gërvalla Shfarc. Zonja Ministre, mirë mbrëma dhe mirë se ardhët. Mirë mbrëma dhe mirë se gjeta. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me marrë pjesë në emision. Pyetja e parë, kisha pas qef me fillu këtë bisedë kështu me në mars të këtij viti bëhen 5 vjet kur ju jeni emëruar në pozitën e ministres punëve të jashtme dhe diasporës të Republikës së Kosovës. Kisha pas qef me ditë kur e keni marrë këtë detyrë, cila ka qenë gjendja që e keni gjetë aty? Po unë që kur kam vendosur të vi në Kosovë 2021 për të bërë pjesë e listës së përbashkët të presidentes së tanishme Vjosa Osmani dhe kryeministrit tanishëm Albin Kurti, e kam ditur që gjendja në administrat në Republikën e Kosovës nuk është më e mira. Mirë po jam befasu shumë se sa keq ka qenë. Do më thënë mungonin edhe elementet më elementare të ndërtimit një sistemit mirëfillt i cili politikën e jashtme të Kosovës do ta bënte më efikase, sepse duhet llogarisim që Kosova si një vend i vogël duhet të shfrytëzoj maksimalisht instrumentet që i kanë dispozicion me qëllim që me madhësinë tonë që kemi, por edhe me problemet dhe sfidat që kemi mundësi të jemi prezent në politikën ndërkombëtare, jo vetëm si problem, por edhe si një vend me një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe prandaj fakti që kur kam hyrë në Ministri të Jashtme, e para nuk kam gjetur dosje të zyrtarëve të ministrisë, të cilat si në çdo kompani apo në çdo institucion dokumentojnë karrierën, por njëkohësisht edhe mbarvajtjen e punëve të punëtorëve të zyrtarëve të kësaj ministrie, duke llogaritur që arkivën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës e kam gjetë të shpërndame në korridore apo në podrum ku rregullisht 2 herë në vit i hynte uji. Më ka rënë sy që sa herë që kërkoja ndonjë dokument të ndjeshëm lidhur me financat e ministrisë, rregullisht merrja përgjigje nuk e gjejmë do dokumentin se e ka marrë ujin podrum. Kjo situata është ka ndryshuar, domethënë podrumi është rregulluar, arkiva është arkivuar në për dollape speciale, mirë po them gjërat më elementare, mos flasim për pjesë të rëndësishme siç janë kontratat që ministria lidh me kompani private, tenderat, prokurimi etj, të cilat them të drejtën nuk e meritojnë as përshkrimin si të tilla, kaq keq ka qenë. Financat publike në Ministrinë e Punëve të Jashtme janë menaxhuar në mënyrën më të tmerrshme të mundshme në atë kohë. Çfarë do të thonë kjo? Më të tmerrshme? Kjo do të thotë që është punuar jo me programin obligativ për cilin janë paguar 10 mijëra euro me qëllim që ai programi të aktivizohet edhe të shërbej për një menaxhim transparent dhe korrekt të financave. Drejtori i ri që e kam caktuar ka qenë personi i cili ka transformuar tërësisht menaxhimin e financave. Nuk e kemi ditë kur ka marrë në ministri as sa vetura i ka ministria, as sa vetura janë në për misione, as cilat banesa i kemi, as cilat banesa janë të lira, çfarë ka ndodhur me mobiljet të cilat janë paguar nga Ministria e Punëve të Jashtme për diplomatët e ndryshëm, e duke shkuar deri tek kontrata nga më të çuditshmet, po ja u jap vetëm një shembull. Është një kontratë për, ju i dini këto shishet e vogla të ujit, të cilat të qelqit, të cilat i gjeni në për institucione shpesh. Kontratën që kam gjetur për furnizim me ujë ka qenë 2.7 milion euro. 2.7 për 3 vjet. Që i binte që po ta pjestosh me numrin e diplomatëve të cilët janë në Ministrinë e Jashtme, sepse ju e dini gjysma e diplomatëve janë jashtë vendit, po afërsisht gjysma e numrit përgjithshëm të punonjësve të ministrisë është në Prishtinë, pra në ministri, dhe po ta pjestosh me atë numër i binte që secili zyrtar do duhej t'i pinte së paku 44 shishe në ditë me qëllim që të plotësohej kontrata në tërësi. Kontrata të tilla absurde ka pasur shumë, por ka pasur edhe një teprim të jashtëzakonshëm të udhëtimeve jashtë vendit pa asnjë arsye. Pa asnjë arsye, thjesht arsye koti, të cilat tregonin që udhëtimi bëhet për mëditje. Udhëtimi bëhet për të arritur nivelin e rrogave në ministri, të pagave, dhe jo për t'i shërbyer një synimi caktuar. Pra,
Kjo çka ka qenë në ministri, kur kam ardhur 2021-shin, ma ka shpjeguar mua sakt cila ka qenë arsyeja pse impakti i Ministrisë Jashtme të Kosovës ka qenë kaq i vogël në shtete shumë të rëndësishme, gjë që unë e kam vënë re nga jashtë, nga Gjermania, ku kam jetuar mbi 30 vjet. Mirë, këtu janë disa prej skandaleve që ose parregullsive që i keni gjetë kur e keni marrë Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ka pas diçka të mirë? Që të ka bërë përshtypje pozitivisht me thonë, wow, sa mire pas kanë bërë këto? Ka pasur shumë gjëra të mira që kam Që gjetur. Për shembull, gjëja që më ka rënë më shumë të sy është që në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës ka pasur zyrtar të cilët jo vetëm që kanë punuar sa për 10 vjet, sepse duhej kompensuar mos puna atyre që gjithë ditën e kalonin kafeve, ose të atyre që përmes nepotizmit ishin bërë pjesë e ministrisë, pra dikush ka punuar shumë fish, me qëllim që me gjitha atë disa gjëra të lëvizin në kuadër të Ministrisë Jashtme. Në anën tjetër ka profile të dalluara të diplomatëve, të cilët jo vetëm për Kosovën, por edhe në rafsh evropian do t'i bënin nder secilit shtet. Pra, në njërën anë sistemi i dobët, por në anën tjetër një pjesë e diplomatëve jo vetëm me aftësi, po me përkushtim të jashtëzakonshëm, dhe vetëm në këtë formë ka arritur të neutralizohej dëmi që do t'ishte shkaktuar edhe më tepër nëse nuk do t'i kishim këta diplomatë. Okej, po e bëjmë tash pak më dinamike bisedën. Cilat, domethënë ju keni qenë për 4 vjet ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, 1 vit ministre në detyrë, domethënë 5 vjet gjithsej, 60 muaj. Cilat janë arritjet më të rëndësishme të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës në udhëheqjen e juaj? Është vështirë ti përmbledhësh gjatë një bisede shkurtër të gjitha arritjet, po unë do t'i ndaja në grupe. Mendoj që ndërtimi një sistemi të mirëfillt, i cili e forcon strukturën e Ministrisë Punëve të Jashtme, ku përfshihet edhe një ndarje më e mirë e detyrave, edhe krijimi i departamenteve të reja, si për shembull, për herë të parë në vitin 2022 kemi hapur departamentin për diplomaci publike, ku hyn diplomacia kulturore, diplomacia digjitale, diplomacia sportive. Mendoj që shtetet e vogla si Kosova, me sfidat dhe me mundësitë që i kemi, janë të destinuara ta kenë të fort diplomacinë publike, për shkak se vetëm përmes diplomacisë publike, pra vetëm përmes promovimit të asaj çka është Kosova dhe të potencialit saj, jo vetëm në fushën e diplomacisë, por edhe politik, edhe zhvillimet e brendshme, edhe kultura, arti, sporti e tjera, vetëm në këtë formë ne mund ta zëm një vend të merituar në arenën ndërkombëtare. Diplomacia digjitale është një. Tjetër, se do të flasim për të më vonë. Tjetra është ristrukturimi fuzionimi i 2 ministrive. Pra, unë kam gjetur Ministrinë e Diasporës të pa fuzionuar me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ka pasur një vendim në vitin 2020 që këto 2 ministri të bashkoheshin. Mirë, po kur kam ardhur unë, zyrtarët e Ministrisë Diasporës kanë qenë pa detyra dhe pa përshkrim detyrash, kemi bërë fuzionimin, gjë që i ka dhënë një hof të jashtëzakonshëm punës në përgjithësi, sepse kemi konsideruar që zyrtarët e Ministrisë Diasporës dhe ata të Ministrisë Punëve të Jashtme së bashku do të mund të arrisin efektin edhe të misioneve tona jashtë vendit, por edhe të punës në kuadër të kësaj. Kemi forcuar jashtëzakonisht shumë financat publike, kemi eliminuar keqpërdorimin e financave publike, në ndërtesën e Ministrisë Punëve të Jashtme, jo vetëm që kemi ndërtuar salla për konferenca, sepse në atë ministri nuk ka pasur një sallë të vetme ku duhet mblidheshe, me rezultatin që zyrtarët e ministrisë duhet shkonin në për hotele, edhe në përvende të tjera për të mbajtur një konferencë të vogël, por në të njëjtën kohë mendoj që sa i përket politikës së jashtme. Po se këtu dyja ishin shumë teknike. Po, këto janë fuzionimi i Ministrisë Diasporës me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërtimi i sallave. Pikërisht, kjo është ana brenda ministrisë çfarë kemi bërë. Mirë, po pa një sistem të fortë dhe pa një funksionim të mirë të ministrisë, natyrisht që çalon edhe politika e jashtme. Dhe sa i përket politikës të jashtme, mund të them që arritja më e madhe është kalimi i politikës jashtme nga një politikë në të cilën Kosova gjithmonë është konsiderohet si ai i vogli
i cili për gjithçka merr leje edhe duhet të pyes në një partneritet të mirëfillt me shtetet kryesore, me të cilat ne jo vetëm jemi aleat dhe miq, por jemi edhe partner të mirëfillt. Dhe kalimi nga një marrëdhënie mes të madhit dhe të voglit në një marrëdhënie që fokusohet në tema konkrete siç është siguria, sulmet kibernetike, marrëdhëniet ekonomike etj. Suksese tjera? Suksese të tjera që domethënë kanë të bëjnë drejt për drejt me politikën e jashtme të Republikës Kosovës. Po tash unë mendoj që edhe në për të gjitha misionet tona kanë ndryshuar tërësisht situata. Misionet tona Çfarë është më mirë shërbimi i jashtëm diplomatik, ambasadat dhe misionet? Është më mirë e para cilësia e shërbimit, sepse ambasadat dhe konsulatat tona ofrojnë edhe shërbime për qytetarët e Kosovës jashtë vendit. Pra që shërbimet konsullore janë më mirë. Që nga marrja e një certifikate, regjistrimi i një fëmie apo rastet e vdekjes, ku unë pafundësisht gjatë 2 viteve të fundit marr mesazhe nga individ, nga persona të ndryshëm, të cilët tregojnë që situata, klima brenda misioneve tona ka ndryshuar krejtësisht. Pra pritja që u bëhet qytetarëve tanë në momentin që ata kanë nevojë për një shërbim konsullor, të çfarëdo lloj natyre që të jetë, është e pakrahasueshme me atë të para 5 viteve, ku ne e dim që konsulatat tona njiheshin dhe shquheshin për qoftë dhe konflikte fizike, qoftë edhe për të bërtitura me cilat priteshin qytetarët tanë, po për të shkuar deri tek puna e ambasadorëve dhe shefave të misioneve, të cilët jo vetëm që kanë punuar shumë në forcimin e marrëdhënieve bilaterale me shtetet ku ata ndodheshin, por njëkohësisht kanë qenë shumë të angazhuar edhe me të gjitha ambasadat dhe sidomos ato të shteteve jo njohëse brenda shtetit në cilin kanë vepruar. Për shembull, ambasadori ynë në Mbretërinë e Bashkuar ka kontaktuar jo vetëm rregullisht me institucionet e Britanisë Madhe, por edhe me ambasadat, sidomos ato të Commonwealthit, të cilat janë të akredituara në atë shtet, dhe në këtë mënyrë jemi përpjekur që sfidat që i kemi për shkak të disa shteteve që nuk na njohin, t'i kapërcejmë duke u angazhuar në të gjithë botën edhe me këto shtete përmes ambasadorëve tanë. Programi zgjedhor të lëvizjes vendosje në vitin 2021, ku keni qenë edhe ju pjesë e asaj liste dhe atij programi, 2021 krejt dhe drejt, është premtuar reforma të thella në shërbimin e jashtëm diplomatik. Ka pas reformë të thellë dhe nëse po ka, për shembull, ajo çfarë është thënë gjithmonë që kemi më shumë ambasador politik se sa ambasador të karrierës, gjatë këtij mandati nuk ka ndodhur. Ne jemi përpjekur shumë t'i avancojmë edhe diplomatët e karrierës, duke mos e tejkaluar asnjëherë 50%, madje duke qenë shumë larg 50% të lejuar me ligj të diplomatëve politik, po në të njëjtën kohë duke e rifreskuar ministrinë me diplomatë të rinj, pra duke hapur konkurse në bazë të meritokracisë, të cilat kanë sjellë një frym krejt të re në Ministrinë e Jashtme përmes diplomatëve të rinj, të cilët pasi kanë përfunduar vitin e parë, kanë shkuar në misione diplomatike ku vrehet impakti i tyre jashtëzakonshëm. Për shembull, këtu janë disa pika që i nxorra për programit lëvizjes dhe vendosje 2021 krejt dhe drejt, të reforma të thella në shërbim të jashtëm diplomatik, fuqizim të akademisë diplomatike. Ka pas fuqizim të akademisë diplomatike? Është më mirë kjo? Akademia diplomatike ka bërë më shumë aktivitete. Nuk jam e kënaqur me ristrukturimin e akademisë diplomatike, mirë po sepse nuk kemi arritur të bëjmë maksimumin akademi diplomatike, me gjitha të aktivitete ka pasur shumë më tepër se sa në të kaluarën. Kemi organizuar shkolla diplomatike pranverore dhe ato dimrore, ku kemi ftuar diplomatë të rinj nga shumë shtete të ndryshme. Në të njëjtën kohë kemi organizuar edhe një konferencë
për disa vite me radhë konferencën Ulpiana, në të cilën Kosova ndan me shtete të ndryshme që ka një përvojë të ngjashme me diasporë të madhe, pra me emigracion të madh, ndan përvojën unike që ka Kosova me mërgatën e vet dhe vënia në shërbim e mërgatës në shërbim të shtetit, por edhe të diplomacisë, sipas asaj parullës çdo qytetar është një diplomat. Megjithatë, unë mendoj që Akademia Diplomatike gjatë mandatit të ardhshëm ka nevojë për një ristrukturim të Të e madh. konsideroni një prej dështimeve tua që s'keni arrit me reformu? Unë do thoja jo aq sa kam dashur dhe sa kam menduar që është e mundshme në fillim, por fakti që numri i diplomatëve është i vogël. Dhe disa institucione si ky Këshilli për mbrojtjen e zyrtarëve civil KPMSHC-ja, të cilët disa herë na i kanë bllokuar konkurset, mendoj pa ndonjë të drejtë. Kjo është arsyeja pse nuk ka diplomat, nuk keni arrit në fillim të mandatit me rekrutu më shumë diplomatë dhe me i shpërndarë për ambasadat dhe Jo, nuk kemi arritur. Një konkurs i cili hasin një rezonancë të jashtëzakonshme në vitin 2022, pa asnjë shpjegim, KPMSHC-ja, diku rreth 600 interesuar ka pasur për atë konkurs, KPMSHC-ja e anuloi komplet dhe kam përshtypjen që aty u krijua një farë ndjenje që edhe këta që kanë ardhur të ri, këta prap duan të vazhdojnë me metodat e vjetra, se herë i hapin, herë i mbyllin konkurset. Aty Ministria e Punëve të Jashtme vërtet nuk ka pasur asnjë përgjegjësi. Konkursi ka qenë korrekt dhe ka qenë ndoshta konkursi i nivelit më të lartë që është mbajtur ndonjëherë, jo vetëm në atë ministri, por në përgjithësinë institucionet tona. Këtë ma kanë konfirmuar ata që kanë aplikuar, që janë bërë pjesë e testit, që janë bërë pjesë e intervistave, kanë thënë një konkurs të tillë ne kemi aplikuar shumë herë, mirë po një konkurs të tillë se kemi përjetuar asnjëherë. Kjo e ndali pak hovin, sepse na u desh me KPMSHC-n ta ndalim ritmin, edhe të hapim shumë konkurse të vogla. Të parët që kanë hyrë në ministri ka qenë një grup prej vetëm 9 personash. Sepse kemi pas ata kanë hyrë në vitin 2023, kanë hyrë në ministri. E në vitin 2024 ka pas? Edhe në vitin 2024 ka pas konkurse, një konkurs përsëria e anuloi KPMSHC-ja, mirë po tash së fundi është mbajtur një konkurs 2025 ku kanë hyrë 21 diplomatë të rinj. 21 diplomatë të rinj 2025, 9 diplomatë në vitin 2023, gjithsej 30 diplomatë akredituar prej Ministrisë Punëve të Jashtme. Jo, ka pasur dhe të tjerë. Ka qenë edhe një grup prej 4 diplomatësh, ka qenë edhe një grup tjetër prej 11 diplomatësh, të cilët veç janë pjesë e Ministrisë Punëve të Jashtme. Gjithsej 45 diplomatë të rinj janë akredituar. Diku 45 diplomatë të rinj. Është e mjaftueshme kjo? As pak nuk është e mjaftueshme. As pak nuk, unë jam shumë e pakënaqur me numrin për shkak se potenciali ndër të rinjt është shumë i madh. Çka keni bëu ju që me kon numri më i madh, që i të regrutumve, diplomatëve të regrutumve? E para kemi rritur buxhetin duke krijuar vende të reja me qëllim që t'japim sinjalin që në kuadër të buxhetit të rritur të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës kemi më shumë hapësirë për diplomatë të rinj. Mirë po i kemi vetëm 45 diplomatë. Sa është dashur me u regrutu në mandatin e parë të juaj? Se jam 5 vjet, 4+1. Jo vetëm unë si ministre e jashtme, por edhe së bashku me kolegët e tjerë qeverisë, kemi piketuar një shifër prej 200 diplomatësh të rinj gjatë këtij mandati. Do me thoni keni realizuar vetëm 25% të synimit? Duket qartë që i kemi realizuar vetëm një pjesë, çerekun e synimit tonë. Edhe faji është ky Këshilli për mbrojtjen e KPMSHC? KPMSHC-ja, shikoni, zyrtarët civil duhen rekrutuar në bazë të ligjit. Ne mendojmë që e kemi respektuar secilën shkronjë të ligjit kur kemi hapur konkurset tona. Mirë po kemi hasur në një pengesë të jashtëzakonshme. Çka përmete i kalu këtë pengesë? Duke hapur në vazhdimsi konkurse të reja, duke u koordinuar edhe me KPMSHC-n për t'i kuptuar rezervat, për t'i kuptuar kritikat që ata kanë pasur për proceset tona dhe kështu dal nga dal duke rritur numri. Konkursi i fundit, pra para këtij që janë tani 21 diplomatë, ata kanë qenë 25, konkursi i fundit, mënyra si është anuluar, më ka shqetësuar jashtëmase sepse mendonim që i kemi të i kaluar ato shqetësimet, ato problemet fillestare që i kemi pasur me KPMSHC-n, mirë po fakti, realiteti tregon që jo,
sepse nuk ka funksionuar ashtu me ritmin që kemi dashur edhe me ritmin për cilin ne kemi qenë të përgatitur. Një pikë tjetër këtu ka qenë e përmendët pak më herët, ka qenë kthimi i mundësisë që diplomatët e karrierës me mujt me shërbyer dhe me përfaqësu me linjitet Republikën e Kosovës. Sa diplomatë karrierës gjatë këtij mandati keni arrit me u kriju mundësinë që me u angazhu në përfaqësimin e Republikës së Kosovës? Po tani në Ministritë Jashtme funksionon mandati në bazë të një rotacioni. Supozohet që një diplomat shkon për 4 vjet në mision, edhe pasi e kryen misionin 4 vjeçar, diplomati kthehet përsëri në Kosovë dhe shërben së paku 1 vit në kuadër të Ministrisë Punëve të Jashtme, gjë që para se të hyja në atë ministri nuk e kam kuptuar shumë cili është sensi i këtij rotacioni, po aty e kam parë se sa i rëndësishëm është rotacioni. E para, sepse ja mundson diplomatëve të jenë në për zona të ndryshme të botës, duke shërbyer njëherë në një vend BE-s, njëherë në një vend të Azisë, njëherë në një vend të Afrikës, njëherë në një vend të kontinentit amerikan. Mirë, po në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme që pas një periudhe të tillë kohore diplomatët të kthehen ministri, të shërbejnë ministrisë, por edhe të jenë në hap me ndryshimet që kanë ndodhur në vend, sepse edhe Ministria e Punëve të Jashtme është një institucion i cili është në lëvizje të vazhdueshme dhe mendoj që ne në mënyrë shumë strikte jemi përmbajtur kësaj që diplomati pas një 4 vjeçari kthehet në ministri, shërben 1 vit dhe mbas 1 viti ai shkon përsëri në misionin tjetër. Kjo siguron edhe që diplomatët e karrierës ta kenë të gjithë shansin të shkojnë në për misione, për shkak se është shumë e rëndësishme që viti që ata e kalojnë Kosovë të jetë një vit gjatë cilit ata njihen edhe me një fushë tjetër të veprimtarisë në Ministritë Jashtme. Qartë, një pikë tjetër e parafundit ka qenë verifikimi i gradave të diplomatëve të Kosovës. Ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur, verifikimin e gradave e kemi bërë, kemi konstatuar që nëse ne i kthejmë prapa disa nga diplomatët për shkak të kohës së gjatë që ka kaluar që nga dhënia e gradave në mënyrë të drejtë apo të padrejtë, e kemi pasur të qartë që nuk kemi përkrahjen as të KPMSH-s dhe as të instancave të tjera nëse ne i kthejmë gradat në gjendjen fillestare për ata ku nuk kemi gjetur asnjë lloj dëshmie për një proces me integritet edhe të bazuar në ligj. Gradat që ja dhënë gjatë këtij 5 vjeçari janë të gjitha të bazuara strikt në ligj, por edhe në performancën e diplomatëve. A ka pas verifikim të gradave që janë dhënë prej vitit 2008 deri në vitin 2021 kur jeni zgjedhur në krye të ministrisë? Edhe kanë qenë ato në përputhje me ligjin? Ka pasur verifikim të brendshëm, ka pasur grada për cilat ne kemi qenë të mendimit që nuk janë në përputhje me ligjin, mirë po si gjithçka në një sistem ligjor, vjen një moment nga dhënia e gradës deri në momentin kur bëhet verifikimi, nëse kalon një periudhë e caktuar kohore, është e pamundur të kthehesh prapa sepse nuk e ke mbështetjen e institucioneve as të drejtësisë, as të KPMSH-s, të cilat do ta kishin të paktën me e bë publike këto? Një raport me gjetjet se çka ka ndodhur me gradat që ndodhin prej vitit 2008 deri në vitin 2021. Ju që me ditë qytetarët e Republikës së Kosovës. Po qytetarët e Republikës së Kosovës apo veç duhet me marrë me mend që ka qenë keq edhe mbojën përputhje me ligj. Po ta din nuk është që mund të ndikohet në çështjen e këtyre gradave. Njëra çështje është të flasësh në publik si titullari i institucionit në temat për të cilat thjesht nuk e ke mbështetjen jashtë institucionit për të marrë me to seriozisht. A keni dorëzuar këtu në prokurori? Ne kemi dorëzuar 27 lëndë të ndryshme kemi dorëzuar në prokurori, mirë po deri sot prokuroria nuk është marrë me asnjë lëndë. Me një lëndë është marrë prokuroria, me një lëndë është marrë, dhe ajo ka të bëjë me një vjedhje që ka ndodhur nga ana e shefit të një misioni tonë në Gjermani, ka ndodhur një vjedhje e hapur, janë vjedhur mbi 40.000 euro nga shefi i misionit, mjetet që kanë qenë të destinuara i ka dhënë shteti gjerman për mësuesit që japin mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët tanë në afërsitë të asaj konsullate. Mirë po prokuroria, edhe pse ne kemi dorëzuar, edhe pse ka qenë
krejt e keni dorëzu qartë. landën për këtë rast? Kemi dorëzu, e kemi nxjerrë në komision, personin është përjashtuar nga Ministria e Jashtme, lënda ka shkuar komplet në prokurori dhe prokuroria ka refuzuar ta trajtojë lëndën, jam ankuar 3 herë në prokurorinë e apelit dhe përsëri prokuroria nuk e ka trajtuar këtë lëndë. 27 landë keni dërguar në prokuroritë Kosovës, edhe nuk ka në për vite apo? 2021, nga 2021 deri 2026. Mirë, po nuk ka asnjë trajtim të tyre. Që na shpërfaq një problem serioz që sistemi i drejtësisë paraqet. Një prej sfidave me cilën do të ballafaqoni në vitet e ardhshme si ministre e drejtësisë. Nëse bëhem ministre e drejtësisë, përvoja që kam krijuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe injorimi total i lëndëve të cilat jo vetëm Ministria e Jashtme, por edhe ministri të tjera dorëzojnë dhe që kanë të bëjnë me keqpërdorim detyrës, që kanë të bëjnë me punësime të paligjshme etj, asnjëherë nuk kanë gjetur asnjë lloj trajtimi. Pika e fundit në fakt e programit në vitin 2021, pjesë e cilës keni qenë edhe ju, është reforma legislative për me siguru dignitetin e diplomatëve tanë, duke garantu mirëqenie diplomatëve në përputhje me kushtet e jetesës së vendit prec. Çka është bërë konkretisht për këto? Ne në vitin 2022 kemi aprovuar rregulloren e re të brendshme të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Kjo për 2 arsye. Para sepse është dashur të institucionalizohet fuzionimi me Ministrinë e Diasporës, por e dyta kemi parë që për shembull, edhe ambasadori në Shkup e zëm, edhe ambasadori në Japoni kanë marrë njësoj të njëjtën pagë. Ndërkohë që kushtet e jetesës në Shkup, apo kostoja e jetesës në Shkup, ka qenë krejtësisht e ndryshme nga kostoja e jetesës në Tokyo. Dhe prandaj, qoftë sa i përket banimit, qoftë sa i përket pagës, qoftë sa i përket nga njerëz si për shembull në Bangladesh, kemi kushte të tjera atmosferike, nga që kemi e zëm në Tiranë. Domethënë, të gjitha këto janë përfshirë në rregulloren e brendshme të miratuar në vitin 2022 dhe me këmbgulje jemi munduar, ka pasur disa herë ndryshimet asaj rregullores për shkak se asnjëherë nuk kam pretenduar që dokumenti i parë që miratohet është dokumenti perfekt. A është mirëqenia e diplomatëve tanë? Definitivt. Kushtet e jetesës? Kushtet e jetesës janë shumë të mira, paga është më dinjitoze dhe paga është më e përshtatur me rrethanat në të cilat veprojnë diplomatët tanë. Por edhe çështja e banimit është rregulluar. Edhe çështja e sigurisë që diplomati ynë ka që nëse i respekton të gjitha rregullat, të gjitha normat brenda ministrisë, ai do të mund të thotë ballhapur që unë jam me financat publike jam sjell në mënyrën më korrekte që është dashur, për shkak se e kemi ndryshuar mënyrën e menaxhimit të financave, sa më transparente procedurat financiare, aq më e lehtë është edhe për diplomatin, edhe për ministrinë që të mos ndodhin keqpërdorime financiare. Nuk ka më në misionet tona diplomatike që bashkëshortja apo fëmijët e ambasadorit shëtisin me veturat e ambasadës, apo të ndodhin gjëra të tjera që ai diplomati ynë i cili është i dërguar në vendin pritës për të punuar në kuadër të një konsullate, 3 çerekun e kohës ta kaloj duke punuar për një kompani. Kështu që këto gjëra nuk ndodhin më, po këtë e sjell transparenca financiare, e cila sistemi i ri digital i cili ja mundson të gjithëve ta kryejnë punën me nder, po njëkohësisht edhe ministrisë të rrisë kontrollin. Kemi pasur çdo vit minimumi 14 deri në 17 auditime të brendshme, jo vetëm në ministri, por edhe në misionet tona. E para për të konstatuar gjendjen, po sidomos kur duke i analizuar vështirësitë ose sfidat ose gabimet që i ka hasur auditori, ta përmirësojmë çështjen jo vetëm të rregullores, por edhe të gjithë menaxhimit të brendshëm të misioneve dhe të ministrisë. Deri tash u morëm më shumë me çështje teknike. Më fal lutem, gjë që auditori kombëtar gjatë 2 viteve të fundit e ka vlerësuar shumë për shkak se 2 vjet me radhë raporti auditorit i zyrës të auditorit kombëtar është pa kualifikime edhe pa vërejtje. Okej, prioriteti kryesor i qeverisë në programin e vitit 2021 është
forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe integrimi e antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nuk duket që është forcu subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës. Po e para nuk ka integrim dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. E para si e masim. E para si e masim rritjen, forcimin. As një antarësim, as në BE, as në NATO, në KBE ose jo, po madje as në UNESCO, në Interpol, bigjithas në Këshillin e Evropës. Po tani antarësimi në BE është një proces i cili nuk varet vetëm nga puna që e bëjnë diplomatët e Republikës Kosovës, sepse procesi i antarësimit në BE është dhe ka për të mbetur një proces shumë kompleks, në të cilin Kosova megjithatë ka bërë hapa të qartë. Kemi dorëzuar kërkesën, edhe kjo NATO dhe kjo NOKB janë problematike. Po në UNESCO, në Interpol? Po në UNESCO dhe në Interpol nuk i kemi pasur situatën të tillë që po të kishim aplikuar, nuk do t'ishim ballafaquar si në vitin 2018 më duket, kur patën aplikuar në UNESCO dhe në Interpol, edhe patën dështuar në të dyja këto fusha. Po e dështimi në Këshillin e Evropës? Dështimi jo, nuk e di pse ju e quani dështim, sepse Kosova nuk ka arrit me u antarësu në Këshillin e Evropës. Po, asnjë shtet nuk është antarësuar brenda vitit në Këshillin e Evropës, për shkak se Këshilli i Evropës, përveç rastit unik të Malit të Zi, të cilin e kanë antarësuar menjëherë mbas referendumit, sepse ka qenë vendim politik që t'i japin një përkrahje të madhe referendumit në Malin e Zi. Përndryshe, asnjë shtet, Bosnia si ka zgjatur 7 vjet antarësimi në Këshillin e Evropës. Asnjë shtet nuk është antarësuar brenda vitit, çka për mua është tepër e rëndësishme, për shkak se po shohim që po jetojmë në kohë të trazuara, që shtetet të cilat më parë kanë qenë simbol i demokracisë dhe me një demokraci të konsoliduar, antarët të BE-s tashmë ballafaqohen me fenomene nga më të ndryshmet. Për ne është shumë e rëndësishme që e kemi kapërcyer fazën e dytë, që ka qenë vota që Kosova ka marrë me 82% në asamblen parlamentare. Po këtu keni shku shumë larg, zonja ministre. Keni dërguar një letër me 15 maj 2024 presidentit Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Rosopoulos, cilën mes tjera thoni: Qeveria e Republikës Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, në kuadër të obligimeve të parapara në nenet 7 dhe 10, i cili do t'i dorëzohet gjykatës kushtetuese për shqyrtim deri në fund të majit vitit 2024. Keni lëshu dhe keni pranu që ta dërgoni asociacionin në gjykatë kushtetuese? Jo, shikoni. Nuk duhet koncesion i tmerrshëm këtë? Janë dy tema tërësisht të ndryshme. Ajo çfarë kanë kërkuar për një periudhë të caktuar kohore, edhe nga BE-ja, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë që draftin e ri që e ka hartuar Lajçaku dhe ja ka dorëzuar qeverisë Republikës Kosovës për asociacionin, që ai draft t'i dërgohet gjykatës kushtetuese, gjë të cilën ne nuk e kemi pranuar në asnjë moment. Mi po keni pranuar me dërgu Fondacionit Friedrich Ebert? Jo, t'ja dërgojmë. Fondacioni Friedrich Ebert... Do më një draft asociacionit të frymzuar nga Fondacioni Friedrich, nga drafti i Fondacionit Friedrich Ebert. Po çfarë do të thotë i frymzuar? Nuk është problemi aty, vetëm ta shpjegoj. Çfarë kemi thënë ne? Kemi thënë që ne kujdesemi më mirë se sa Serbia për të drejtat e qytetarëve tanë në veri. Kemi propozuar, po diskutojmë ne me qytetarët tanë, edhe jo çka thot Beogradi, po çfarë, për shkak se unë që kam biseduar me qytetarë serb të Kosovës. Në këtë letër nuk është kjo. Në këtë letër ju keni thënë që do ta dërgoni një draft. Po të lexoni më poshtë. Krit letra, është shumë e qartë. Jo në koordinim, është një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe, të frymzuar nga Fondacioni Friedrich Ebert, shtiftung gjykatës kushtetuese. Nuk ju duket kjo koncesion i jashtëzakonshëm që Kosova të pranojë që draft qeveria në fakt pranoi që t'i dërgoj gjykatës kushtetuese draft asociacion. Po ta shihni që më poshtë në letër thuhet që në diskutim me qytetarët serb të pakicës serbe të Republikës Kosovës. Momentin e fundit, 48 orë para se me vendos Këshilli i Evropës, po i dërgoni, po bëni koncesion edhe po pranoni me dërguni draft. Ama një draft. Ne kemi thënë që brenda 2 javësh... Keni mendu me ja hedh Këshillit e Evropës? Jo, absolutisht. Keni mendu se ata janë ajo? Jo, ata ne kemi pasur premtimin e një shtetit fuqishëm të BE-s, që nëse ne zotohemi
që së bashku me pjesëtarët e pakicave sërbe në Kosovë të dakordojmë dhe të punojmë në një draft i cili natyrisht e respekton jo vetëm kushtetutën, po edhe Kosova me çdo jap shkronjë. asociacionin për Këshillin e Evropës, nuk ju duket kjo shumë? Po, shikoni. Që nuk do duhet ndodhë as për antarësinë të Kosovës në Bashkimin Evropian. Asociacioni është një nocion. Shumë varet çka ka brenda ai dokument. Shumë varet se çka ka brenda. Nëse kjo që thoni ju ndodh për shkak se ju i keni lexuar draftet e mëparshme dhe e dini çfarë kompromise të tmerrshme kanë kërkuar ato. Mirë, po neve nuk na është hapur mundësia ta dërgojmë një propozim toni, i cili, po ta kishim dërguar, natyrisht që do kishte qenë një propozim i cili do t'i kishte, sepse ne asociacion të komunave kemi në Kosovë. Çka ka bërë Kosova për antarësim, Ministria e Punëve të Jashtme për antarësim të Kosovës në Bashkimin Evropian? Po ne... Vetëm keni apliku, nuk mjafton kjo vetëm me dorëzu aplikacione? Po jo, shikoni, antarësimi në Bashkimin Evropian është i tillë që nuk bazohet vetëm në një kërkesë apo në një bisedë, por antarësimi reflekton një proces të tërë të një vendi edhe një progres të tërë të një vendi. Fakti që gjatë 5 viteve të fundit, në dallim nga viti 2021, kur çdo diplomat evropian që e kam takuar, mua gjën e parë që ma ka përmendur është forcimi i sundimit ligjit, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar. Në vitin 2024, në vitin 2025 nuk ka një diplomat të vetëm i cili diskuton me mua si Ministre Punëve të Jashtme të kësaj Republike rreth sundimit ligjit, sepse ai është realitet në vendin tonë. Dhe ky është kontributi më i madh. A mendoni se qëndrimet kundër BE-s, qëndrimet e juaja personalisht kundër BE-s e dëmtojnë procesin e integrimit të Kosovës në BE? Unë asnjëherë nuk kam pasur qëndrim kundër BE-s. Unë kam qenë shumë e qartë. Deklarata të forta kundër BE-s. Për shembull me 7 korrik 2023 në forumin e Dubrovnikut organizuar nga qeveria e Kroacisë, ju keni deklaruar vlerësimi im është që BE-ja nuk mund të garantojë siguri për paqen në Evropë, sepse nuk është në gjendje dhe nuk është e aftë për të ofruar siguri. Arsyet janë dukshme, nuk ka vullnet politik, ka shumë mos pajtime në Bashkimin Evropian dhe pa Amerikën dhe NATO-n, BE-ja është një tigër prej letre. A duhet mbaj Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës qëndrim të tillë ndaj njënit prej aleatëve kryesor të Kosovës? E para, ky nuk është qëndrim kundër BE-s, ky është një përshkrim i situatës aktuale. Ju jeni Ministri e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, ju jeni Ministri e Punëve të Jashtme të Kosovës. Kosova synon të antarësohet. Po tash pikrisht pse jam Ministre e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe Kosova në vazhdimsi ka paguar çmim të lartë për shkak të deklaratave të pamenduara mirë të disa prej diplomatëve, të cilët Kosovën e kanë konsideruar si palën e cila në raport me Serbinë gjithmonë duhet të lëshojë pe. Kjo ka qenë thirrja imja për ta konsideruar mirë situatën e sigurisë në rajonin tonë. Po e shohim që situata e sigurisë në Evropë në përgjithësi nuk është duke u zhvilluar në drejtimin e duhur. Kjo deklaratë është dhënë pak muaj pasi qeveria e Kosovës ka aplikuar për antarësim BE. Dhe ju mendoni që kjo ka qenë arsyeja pse aplikimi? Mirë, po ju duket kjo në rregull, sepse nuk është kjo arsyeja vetëm, kjo mund të jetë ndikues apo pak. Unë ku kam qenë tepër e qartë, ka qenë kritika për disa bartës të institucioneve të BE-s në Bruksel dhe sidomos Joseph Borrell edhe Miroslav Lajčak. Po Kosova synon më anëtare e BE-s. Edhe BE-ja është donatori më i madh i Kosovës dhe ndihmon Kosovën me projekte kapitale. Tash Ministria e Punëve të Jashtme dal. Po ne në konferencë kemi qenë duke diskutuar sigurinë në rajonin tonë dhe në Evropë. Komente nga perspektiva personale mund duken edhe okej, po jo si qëndrimet Ministrës Punëve të Jashtme, edhe jo para një audiencë ndërkombëtare. Unë mendoj krejtësisht ndryshe. Unë mendoj që shansi vetëm që kemi si Kosovë është që aleatët, partnerët dhe miqtë tanë, të cilët kanë një interes të madh që të shohin Kosovën duke u zhvilluar në drejtimin e dur dhe sidomos rajonin ton ta shohin duke mos u kthyer në kohët e errta të viteve 90. Është shumë e rëndësishme që Kosova të flasi qartë sa i përket rreziqeve që na vijnë nga një akter në rajonin ton, sepse ne si Kosovë nuk kemi sfida me shtetet e tjera të rajonit ton. Sfidën e kemi me Serbinë dhe për aq kohë sa zyrtar të BE-s, jo të shteteve anëtare, po zyrtar të BE-s na japin këshilla që Kosova duhet t'jap diçka Serbisë, ata nuk e kanë kuptuar se sa janë duke rrezikuar
të ardhmen e rajonit ton, dhe jo vetëm të Kosovës, po të rajonit ton përgjithësi. Lufta në Ukrainë disa gjëra i ka shpërfaqur, po jo të gjitha. Sot trajtimi i Vučićit nga ana edhe e Parlamentit Evropian, edhe e Brukselit është krejt tjetër nga ajo që kemi gjetur në vitin 2021. Të ndalemi pak edhe të njohjet. Për 4 vjet nuk ka pas asnjë njohje. Po për 5 vjet ka pasur 4 njohje. Ka pasur vitin e fundit kur ju nuk keni qenë ministre. Po çka jam unë? Po keni qenë ministre në detyrë. Ju më keni thirrur sot si ministre e punëve të jashtme, nuk më keni thirrur si ish ministre. Për 4 vjet sa keni qenë në ministri nuk ka pas asnjë njohje. Unë edhe sot, kur kam qenë në Zyrë, kam qenë në ministri dhe kam mbyllur derën me çelës të ministrisë. Dhe jo të një institucioni, unë nuk jam ish ministre, unë jam ministre në detyrë. Mi po sa keni qenë ministre për 4 vjet asnjë njohje. Këto 4 njohje që kanë ardhur, a janë meritë e Ministrisë Punëve të Jashtme? Shikoni, njohjet, ashtu si edhe antarësimet e rëndësishme ndërkombëtare, arrihen vetëm nëse i gjithë sistemi ynë, brenda dhe jashtë, angazhohet. Një njohje është merite Abdullah Hotit, ish kryeministrit Abdullah Hoti, njohja nga Izraeli. Një njohje tjetër është merite Bexhet Pacollit. Një njohje tjetër është merite e Turqisë, një Amerikës. Cila është e Ministrisë Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës dhe e qeverisë të juaj? Dini pse nuk është fair një vlerësim i tillë? Sepse është shumë i padrejtë në raport me ata ambasador dhe shefa misionesh në gjithë botën, të cilët çdo javë dhe çdo muaj punojnë me shtetet jo njose, edhe me këto që tashmë kanë ardhur njohjet, me qëllim të krijimit të marrëdhënieve të mira të cilat sjellin deri tek njohja. Prandaj harrojni Donikën për një moment, se kjo është krejt e parëndësishme. Pronësia e njohjeve për mua personalisht është krejt e parëndësishme, por është e padrejtë në raport me ata 10 ambasador dhe shefa misionesh të cilët çdo javë dhe çdo muaj punojnë në këtë drejtim, sepse edhe një herë zhvillimet e brendshme janë shumë të rëndësishme. Por nëse nuk flasim të gjithë të njëjtën gjuhë, nëse nuk angazhohemi të gjithë me një strategji të mirë dhe të qartë, nuk ka njohje. Dhe fakti që vitin e fundit kanë ardhur 4 të tilla dhe edhe disa janë rrugës, tregon që strategjia jonë ka qenë e drejtë. Jo vetëm strategjia e ministrisë, po strategjia e shtetit Kosovës në përgjithësi. Është e vërtetë që kemi nevojë për mbështetjen e partnerëve tanë, edhe për njohje të reja, mirë po nëse nëse shërbimi diplomatik nuk i kryen detyrat e shtëpisë, atëherë njohjet nuk vinë. Kisha dashur me fol pak edhe për diasporën, po i ka shumë shpejt, ndoshta isha ndalë të raportet me Shqipërinë. Në fillim kur e keni marrë mandatin, si qeveri keni deklaruar që sa i takon bashkëpunimit me Shqipërinë, politikën e jashtme, keni premtu komisionet përbashkëta qeveritare dhe parlamentare për politikë të jashtme. Asnjë komision i përbashkët qeveritar për politikë të jashtme, asnjë komision i përbashkët parlamentar për politikë të jashtme, ambasada e konsulatat përbashkëta po ashtu, për 4 vjet, faktikisht 5, asnjë. Harmonizim politikës jashtme me Shqipërinë. Po më do thoja që departamentet tona në harmonizimin e politikës jashtme kanë bashkëpunuar goxha mirë. Edhe direkt me ministrat e jashtëm të Shqipërisë kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë, qoftë me Olta Gjaçkën, qoftë me Igli Hasanin dhe tani me ministrën e re Elisa Spiropalin, me cilën jo më larg se dje kam folur në telefon për një aktivitet që mbahet me datën 28. Është harmonizuar me politika jashtme e Kosovës me politikën e Shqipërisë ashtu siç keni premtuar program qeveritar? Unë mendoj që në disa fusha është. Në disa të tjera nuk është. Për shembull, sa i përket kontakteve tona me shtete në të cilat Shqipëria është prezente, përmes misioneve diplomatike, mirë po ne nuk jemi, ose për shembull sa i përket New Yorkut dhe pranisë së Shqipërisë në OKB, mos harroni që kanë qenë në Këshillin e Sigurimit për një periudhë kohore, qoftë në NATO për shembull, ku është e pranishme Shqipëria, po qoftë edhe në vende të tjera ku jo rrallë kemi koordinim shumë të ngushtë. Mirë po, mos harroni që çështja e komisioneve nuk varet vetëm nga Republika e Kosovës. Ne kemi pasur takim. Ka kërku Kosova për Shqipërisë që të bëj komision përbashkët qeveritar, ne kemi parlamentar. pasur 2 herë kemi pasur takime të 2 qeverive tona dhe mendoj që si rrallë ndonjëherë në këtë 5 vjeçar edhe numri i marrëveshjeve të implementuara, edhe numri i kontakteve të frytshme mes 2 qeverive tona ka qenë më i madh se kurdoherë. Mund ta them me shumë bindje që asnjëherë
marrëdhëniet me Republikën e Shqipërisë nuk kanë qenë më të forta edhe më të mira se sa gjatë këtij 5 vjeçari, sepse jemi angazhuar shumë në çështje konkrete, më shumë se sa në çështje sipërfaqësore të cilat krijojnë 4 premtime kryesore në fillim të mandatit, duket se asnjëri nuk është realizuar. Harmonizim politikës jashtme, ambasada e konsulatat përbashkëta nuk ka, komision përbashkët qeveritar nuk ka, komision përbashkët parlamentar nuk ka. Kemi ne misione të përbashkëta me Shqipërinë. Kemi edhe jemi duke diskutuar se Shqipëria hap 2 ambasada të reja, ne kemi hapur 2 ambasada të reja, edhe aty kemi diskutuar që misionet të jenë të përbashkëta. Sa ambasada i ka bler Kosova krejt në mandatin? Kosova i ka bler 5 ndërtesa deri tash. Sa kanë qenë blera para vetëm një ka qenë bler. Vendimi për blerje ka qenë i vitit 2010, mirë po është bler vetëm ndërtesa në Bruksel. Ndërkohë ne kemi bler 5, ka pasur të ndodh blerja e 6 në dhjetor të këtij viti, mirë po pronari i atij objekti për shkaqe teknike, administrative e ka shtyr për në janar, dhe kemi vendimin e qeverisë që të blejmë ndërtesa të mëtejshme. Po jo të përbashkëta me Shqipërinë bashkë? Po diku, jo, shikoni, edhe në të kaluarën ka qenë kështu, edhe aty ku s'ka pas të blera, po ka pasur me qera, nuk është që i kemi marrë bashkë, po aty ku e ka pas Republika e Shqipërisë, ka pas një hapësirë caktuar për shembull për konsullatën e Republikës Kosovës, ose aty si në Munich ku ne e kemi konsullatën, Republika e Shqipërisë e ka konsullatën bashkë me ne, mirë po përgjegjës para organeve gjermane është për ambientin, për qeran dhe për këto është konsullata jonë. Pra, nuk është që ne kemi blerë së bashku, Shqipëria nuk e ka politikën e blerjes së ambasadave. Ne kemi konsideruar që edhe për shkak të seriozitetit politikës tonë të jashtme, por edhe për shkak të kursimit të financave, për shkak se paguajmë qera marramense në shumë shtete, kemi menduar që blerja e objekteve i shërben më shumë një shërbimi më të mirë diplomatik, por nuk do të thotë që pse ne mendojmë ashtu që gjithë bota duhet mendojë ashtu. Cilat duhet jenë raportet e ministrës punëve të jashtme ose ministrit punëve të jashtme me presidentin ose presidentin e Republikës Kosovës sipas jush? Ka disa çështje të cilat rregullohen me ligj, për shkak se edhe presidentja ka kompetenca të caktuara në çështjen e politikës jashtme, edhe ministrja e punëve të jashtme ka kompetenca në çështjet politikës jashtme. Duhet të bashkëpunojnë ngushtë. Bashkëpunojnë ngushtë, mirë po ka dhe çështje të cilat janë të ndara shumë qartë, qoftë nga kushtetuta, qoftë nga ligjet e vendit, të cilat i përkasin njërës pjesë apo pjesës tjetër, por është shumë e rëndësishme që të dyja palët i kontribojnë fuqizimit të pozicionit. Cilat janë raportet e juja me presidenten Vjosa Osmani? Unë kam raporte që i ka një ministër i punëve të jashtme me një president i cili ka luajtur rol të fuqishëm në kuadër të përfaqësimit interesave të Kosovës në botë. Një ministër i punëve të jashtme me presidentin mundet mi pas raportet edhe të mira dhe të këqija. Nuk do thoja që i kam raportet e këqija, nuk kam asnjë shenjë, nuk kam asnjë shenjë përtej diskutimeve publike të cilat do ta lejonin një rezultat të tillë. Unë mendoj që presidentja Osmani është presidentja e cila në mënyrën më të mirë që nga pavarësia e këndej i ka përfaqësuar interesat e Kosovës jashtë vendit. Duhet jetë edhe një mandat presidente Vjosa Osmani sipas jush? Atë do ta vendos Kuvendi i Kosovës. Ju jeni deputete dhe grupi juaj parlamentar guxon. Dhe unë për të mos e cënuar procesin nuk jap deklarata publike deri në momentin kur ne arrim të gjejmë një zgjidhje rreth zgjedhjes presidentit, sepse kam përshtypjen që këto deklaratat publike majtas dhe djathtas vetëm sa e vështirësojnë procesin. Ne kemi shumë të rëndësishme që të zgjedhim presidentin deri në mars, e kemi tepër të rëndësishme sepse ndryshe vendi rrezikon të hyjë në zgjedhje të reja. Nëse nuk zgjedhet Vjosa Osmani presidente, shkon vendi në zgjedhje? Nuk, ne duhet të diskutojmë me opozitën dhe nuk mund t'ja u them atë sot. E dini pse? Sepse duhet ta bëjmë kuvendin, duhet ta zgjedhim, ta formojmë qeverinë, duhet ta masim pulsin. Nëse kuvendi nuk e voton Vjosa Osmanin Sadriu dhe për një mandat dytë. Unë mendoj që duhet shkoj vendi në zgjedhje apo duhet ta gjejmë një kandidat tjetër? Unë mendoj që 4 herë kemi çuar qytetarin në zgjedhje, 4 herë qytetari ynë është treguar shumë
demokrat në këto zgjedhje, edhe nuk mendoj që ne duhet ta çojmë qytetarin herën e pestë. Kështu po mendoj unë. Nëse kuvendi nuk e zgjedh Vjosa Osmanin Sadriu president edhe për një mandat, atëherë nuk duhet vendi të shkojnë zgjedhje, po duhet ta gjejnë një kandidat tjetër. Unë nuk do ta paragjykoja. Sipas jush. Unë nuk do ta paragjykoja një gjë të tillë, sepse ti shkojmë hapave një nga një. Shkojmë një herë të kuvendi, qeveria, së treti buxheti, marrëveshjet ndërkombëtare, dhe unë shumë po besoj që gjatë negociatave rreth marrëveshjeve ndërkombëtare me opozitën do ta kemi një ide, një ndjenjë, një sens se si do cilët opozita edhe rreth zgjedhjes presidentit. Ne jemi të interesuar që Kosova në prill të ketë president. Nëse nuk e ka Vjosën, mos shkojmë zgjedhje. Po ta gjejmë dikë tjetër. Po tani unë nuk dua ta them këtë. Pse? Sepse nuk dua t'ja lehtësoj askujt negociatat me neve kur t'ju vi koha. Prandaj nuk këto ishin fjalët tuaja, unë nuk dua ta them këtë. Unë vetëm dua ta them që ne duhet jemi gjithë shumë serioz, edhe të mos vazhdojmë me bllokime, me frenime, sepse kemi humbur kaq shumë kohë sa është e pafalshme të humbasim përsëri kohë. Kaq është ajo çka unë jam në gjendje të them sot. Prandaj ti hyjmë me pozitivitet kësaj faze, ta bëjmë kuvendin, qeverinë, të merremi edhe me marrëveshjet ndërkombëtare, dhe ai është momenti kur ne do të jemi në gjendje të ndajmë me publikun se cili është plani rreth presidentit. Okej, një temë krejt e fundit, e cila ka qenë edhe kërkesë shumë prej qytetarëve që me u trajtu në këtë bisedë të santme, është vrasja e babait tuaj edhe e Agjës, Jusuf e Bardosh Gërvallës dhe bashkëveprimtarit tyre Kadri Zeka. Me 15 janar 2014 në emisionin në Rubicon të KTV-s lidhur me vrasjen e Jusufit Bardoshit dhe Kadriut, ju keni deklaruar se emra të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës janë pjesë e dosjes hetimore gjermane. Drejtësisë gjermane duhet i lihet të zbardh faktet. Është thënë se aludimi juaj ka qenë te zëvendës kryeministri i atëhershëm i Republikës së Kosovës. Pyetja jam është, ju keni që 5 vjet që jeni në pushtet. Çfarë keni bërë që zbardhët vrasja e Jusufit Bardoshit dhe bashkëveprimtarit tyre Kadriut? Unë nuk mendoj që në Kosovë, pas largimit të institucioneve serbe prej këtu, ka mbetur ndonjë dokument i cili do të mund të ndikonte në zbardhjen e vrasjeve. Unë para se të vija në Kosovë, duke mos e keq përdor pozicionin cilin e kam, unë jam përpjekur në të gjitha instancat gjermane. Jam goxha optimiste për shkak se një periudhë kohore kam humbur komplet besimin që do të ketë një zbardhje të vrasjeve. Nga institucionet gjermane? Nga institucionet gjermane. Vrasja ka ndodhur në Gjermani edhe institucionet gjermane e kanë detyrim që ta zbardhin vrasjen. Ka indikacione shumë të rëndësishme edhe rreth vrasjes babit Agjës dhe të Kadri Zekës nga një gjyq që është zhvilluar kundër vrasësve të një kroati disident Stjepan Gjureković, dhe prandaj janë dy udhëbashët kroat, Josip Perković dhe Zdravko Mustac. Mirë, po mënyra se si gjykata e Bavarisë, gjykata e lartë, e ka analizuar strukturën e UDB-s dhe cilat kanë qenë instancat në kuadër të UDB-s dhe të shtetit Jugosllav, të cilat janë marrë me vrasjet jashtë vendit, mua më bën shumë optimiste sepse është koha e përafërt dhe janë të përafërt edhe emrat. Është e vërtet që nuk ka rezultate deri tani nga institucionet gjermane, nuk ka, edhe pse her pas here hape diskutimi, edhe pse për shembull juve ndoshta ju kujtohet që Miloševići në Hag e pat përmend rastin e vrasjes kur ka pas një dëshmitar nga Kosova, edhe e pat diskutuar këtë çështje. Ka rastin në Bruksel, vrasja e Enver Hadrit, ku tani përfundimisht është i dënuar njëri prej personazheve më të shëmtuara si nga karakteri ashtu edhe për nga veprimtaria e tij, Božidar Spasić, i cili është i dënuar me burg të përjetshëm në Belgjik, por sillet rrugëve dhe kanaleve televizive të Beogradit. Mendoj që është e mundshme, edhe pse ka kaluar një kohë e konsiderueshme. Drejtësia kosovare mundet me bëu kurrë për këtë? Nuk di, të paktën nga aq sa unë kam hyrë dhe kam parë arkive të ndryshme, letra të ndryshme, nuk shoh unë që drejtësia kosovare të ketë dokumentacion
mbi të cilin do të mund të ndërtonin një ndihmë që mund të jepet shteti gjerman në këtë rast. Mendoj që shteti gjerman për shkak të situatave të rrethanave të reja që janë krijuar në përgjithësi, ka edhe shumë metoda të reja të ekzaminimit të cilat do të mund të përdoreshin, ka lloj teorish se kush kanë qenë dorasit në këtë rast. Unë mendoj që shumë e rëndësishme se sa dorasi në rastin e kësaj vrasje të trefisht janë urdhërdhënësit dhe ata dihen që kanë qenë pjesë e strukturave shtetërore, prandaj shteti gjerman e ka detyrim që të merret seriozisht me këtë vrasje. Jeni optimiste që mund të zbardhet kjo? Unë tani jam optimiste, ndërkohë gjatë rreth vitit 2010 e kam pata humbur komplet besimin, sepse mu duk sikur janë harruar edhe janë flakur tutje këto raste. Mirë, po tash e shoh që ka mundësi të shumta edhe shumë shpresoj që kryeprokurori gjerman i cili merret me çështje të tilla të terrorizmit brenda vendit të ketë mundësi. Ka pasur një periudhë kohore 2015 që kanë qenë ballafaquar me terrorizëm, ku e kanë pasur një farë mirë kuptimi që nuk janë marrë edhe me këtë çështje, mirë po ato kohë kanë kaluar edhe është e domosdoshme se njerëzit janë, emrat janë, struktura është sqaruar nga organet gjermane dhe nuk mendoj që do të jetë shumë e vështirë në momentin që hapet procesi gjyqësor që të dihet se kush kanë qenë urdhërdhënësit. E kush kanë qenë dorasit, ajo është një çështje tjetër, ka ky Spasic i cili një të vërtet të vogël e rrethon me shumë gënjeshtra të mëdha. Ky pretendon që Arkani ka qenë personi i cilin e ka dërguar UDBA në Gjermani. Unë mendoj që ka zgjedhur një person të vdekur për shkak se për të ikur përgjegjësisë, por ai person jeton në Beograd dhe presioni ndaj Serbisë për t'i ekstraduar njerëzit e tillë, qoftë për në Belgjik, qoftë për në Gjermani, duhet të jetë më i fortë me qëllim që ata njerëz mos mund lëvizin rrugëve ashtu edhe t'japin çdo ditë deklarata në televizione dhe ta ushqejnë një farë narracioni që kemi vrarë terrorist, sepse babai im gjithçka tjetër ka qenë po jo terrorist. Babai im ka luftuar me shkrimet e tij dhe ka luftuar për lirinë e këtij vendi dhe nuk është i implikuar në asnjë lloj akti më të vogël terrorist i cili do të arsyetonte një pretendim të tillë. Prit përfundet dhe një pyetje. Pritet me u bë ministre e drejtësisë. Nëse bëheni, cilat kanë qenë prioritetet e juaja? Nëse bëhem, sfida do të jenë shumë të mëdha. Ministrja e deri tanishme Albulena Haxhiu ka krijuar një bazë të mirë ligjore, mbi të cilën mund të bëhen shumë punë të mira. Prioritet do të ketë implementimi i ligjit për byron për konfiskim të pasurisë pa justifikueshme, edhe pse gjykata kushtetuese me sukses deri tash e ka zvarritur atë ligj, po tash unë besoj që në mandatin e ardhshëm shumë shpejt do të fillojë implementimi i atij ligji. Është tjetër, vetingu në drejtësi është i domosdoshëm. Atë e dëgjon jo vetëm nga ata që janë pjesë e institucioneve, po edhe nga qytetarët e thjeshtë, cilët ballafaqohen me drejtsinë, edhe të cilët ta ndajnë me ty ndjenjën që nuk janë të barabartë para drejtësisë. Edhe në të njëjtën kohë prokuroria e re që do të themelohet, që do të ketë bëjë me rastet e korrupsionit lartë, sepse siç e keni pa, kemi luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por kur po shkojnë nëndët në gjykat, rastet e korrupsionit lartë nuk po trajtohen, ose po vonohen, ose nuk po arrin cakun. Prandaj këto mendoj që janë tri gjërat kryesore. Konfiskimi i pasurisë, vetingu edhe korrupsioni i lartë. Po pastaj është gjykata familjare ku përsëri ministre Albulena Haxhiu e ka krijuar bazën, edhe gjykata që do të merret me çështje administrative me qëllim që gjykatat themelore të lirohen nga dosjet e shumta dhe lëndët e shumta të cilat kërkojnë dieni pak më specifike, me qëllim që edhe proceset të shkurtohen edhe të mos zgjasin me muaje me vite trajtimi i lëndëve të thjeshta. Zonja Gërballa Shfarc, faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë për 60 minuta. Faleminderit.